Polifonia shqiptare e Jugut në kolonën zanore të filmit Odisea, filmi më i ri i regjisorit Christopher Nolan, sjell në kolonën e tij zanore tinguj unik të ISO polifonisë shqiptare. Regjistrimet janë realizuar në Vlorë nga mjeshtri Fyllit dhe Cylës Dyjare Vendim Kapaj. Për rreth 5 orë, regjistrimet u zhvilluan në Teqen e Kuzum Babas në Vlorë, në pranidhe të kompozitorit Ludvig Goransson, autori kolonës zanore të filmit. Kërkimi për një identitet epik muzikore çoi ekipin krijues drejt zgjedhjes së polifonisë shqiptare, si elementi që jepte filmit atmosferën e dëshiruar. Mjeshtri Vendim Kapaj tregon se si u kontaktua nga ekipi realizues dhe kujton momentet e veçanta të regjistrimit, të cilat u zhvilluan në orët e para të mëngjesit në Vlorë. Jam shumë i lumtur dhe i lumturuar, që instrumentet e mi popullor të labërisë time çfaqet sot nëpër skenat botërore nëpërmjet artistëve të Hollywoodit. Dhe i falenderoj shumë kompozitorit Ludovin që u përkushtua 5 orë të tëra mbas meje, edhe më ka lënë një përshtypje se ishte shumë i frymëzuar mbas melodive tradicionale të mia të Fyllit dhe të këngës labe. Kem punuar jashtëzakonisht në mënyrë tepër voluminoze, siç e thash para 5 orë të tëra, dhe improvizojmë një studio në Kuzumbaba brenda në ambientet e Teqes. I falenderoj shumë edhe stafit të Teqes së Kuzumbabas që na krijoi mundësirat atje që pëm kolonën zanore, atje është për tek shtëpia e Perëndis që them ne, edhe e ka bekuar i madhi Zot. Si rat në kontakt dhe për çfarë filmi, mund të na tregosh diçka? Kontakti i parë ka qenë, më mori një mik im i vjetër, me mjeshtër, më tha mua do të vinë disa miq të Shqipërisë, të huaj, janë miq të Shqipërisë që kërkojnë ty, kanë punë me juve. Dhe ju lutem respektoj, me kënaqësi thash. Dhe i them shumë faleminderit. Kapaj shpreh se ekipi realizues ishte mahnitur nga kjo muzikë e veçantë shqiptare dhe tregoi për kushtimin maksimal gjatë gjithë procesit 5 orësh të regjistrimit. Sipas tij, ishte një eksperiencë jashtëzakonshme të punonte me një ekip të një produksioni hollywoodian që vlerësonte kaq shumë trashëgiminë muzikore shqiptare. Ata e kishin studiuar prej kohësh këtë dhe na kërkonin nëpërmjet rrjeteve sociale, e nëpërmjet televizioneve tuaja që na keni dhënë shpesh edhe ju falenderoj, jam minjoz për çdo gjë. Në kolonën zanore flas për instrumentet e mi, kam qenë vetëm unë bashkë me ekipin e regjistrimit. Ludovin më është fiksuar që atëre dhe biles e kam shok, e kam mik, kam drekuar me të, me kënaqësi kam pirë një gotë verë me atë. Kjo është kënaqësia më e madhe. E Tashkosh është një djalë i prish, djalë i ri, por shumë i dhënë mbas traditës dhe kulturës shqiptare. Po jam shumë, siç e thash në fillim, që jam shumë i lumturuar. Kolona zanore që ndërthur tingujt e ISO polifonisë shqiptare do të mbetet një dëshmi e rëndësishme e prezantimit të kësaj pasurie kulturore në kineman botërore. Vet Kapaj shpreh i lumtur që u bë pjesë e këtij projekti dhe një kasti të jashtëzakonshëm, por mbi të gjitha krenar që muzika tradicionale shqiptare është tashmë pjesë e një prej filmave më të mëdhenj të Hollywoodit. Tek kolona zanore, me çfarë vegle ju keni nisur, çfarë vegle? Me të dyja instrumentat, me Fyllin dhe me Cylën Dyjare. Por, si thash, kam punuar 5 orë me këto, ka qenë një punë shumë e lodhshme, por shumë e bukur. Si e pritën ata? Me shumë këshëri, me shumë kënaqësi. Biles, të themi një detaj që kur i bija Fyllit, kompozitori Ludovini, dridhesh dhe qante. Thot, qa jetim, thosh mo, njëri, thosh jo, por njëri e kuptoj, thosh, por je një gjeni, falenderit për komplimentet, thosh, jo, thot, jeni shumë i rrallë,
faleminderit për komplimentet dhe njëri thash, dhe që atëherë nuk më lëshonte dhe dënjëm goxha bashk me një, sikur e kisha njohur ditë e jetë kur thonë. Odisea ka nisur tashmë shfaqje në kinema me një kast të njohur aktorësh dhe në regjinë e Christopher Nolan. Mes elementëve që e bëjnë të veçantë këtë produksion është dhe prania e ISO polifonisë shqiptare në kolonën zanore, një vlerësim i rëndësishëm për trashëgiminë kulturore shqiptare.